Parashikimi ditor 6 janar. Çfarë sjell dita për çdo shenjë? Dita e nesërme nuk sjell zhurmë, por sjell sinjale. Energjia e 6 janarit flet përmes ndjesive, reagimeve të vogla dhe situatave që kërkojnë maturi. Nuk është ditë për nxitim, por për vëzhgim dhe zgjedhje të mençura. Disa shenja do ndihen më të përqendruara, të tjera më emocionale, por për të gjithë mesazhi është i njëjtë. Dëgjoj çfarë po të tregon dita dhe mos e shtyj atë që duhet kuptuar tani. Dashi, energjia e kësaj dite të shtyn të ndalosh pak dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate. Në punë, një detaj i vogël kërkon vëmendje dhe durim, ndaj shmang nxitimin. Marrëdhëniet personale kërkojnë dëgjim dhe qetësi, jo imponim mendimi. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por jo e përshtatshme për shpenzime impulsive. Emocionalisht, mund të ndjesh tension të lehtë nga pritshmëritë e larta që ke ndaj vetes. Është e rëndësishme të mos e detyrosh veten të japë përgjigje të menjëhershme. Një reflektim i shkurtër ndihmon të sqarosh mendimet. Nëse zgjedh durimin dhe vetkontrollin, dita mbyllet me ndjesi më të balancuar dhe qartësi për hapat e ardhshëm. Demi, kjo ditë kërkon stabilitet dhe qasje praktike ndaj çështjeve të përditshme. Në punë, përqendrimi te detajet sjell përfitim dhe shmang gabime të vogla. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga komunikimi i qetë dhe i drejtpërdrejtë, pa tensione të panevojshme. Financiarisht, është moment i mirë për rishikim shpenzimesh dhe planifikim. Emocionalisht, ndjen nevojën për siguri dhe ritëm të qëndrueshëm. Mos lejo që ndryshime të vogla të nxjerrin nga ekuilibri. Një situatë që dukej e paqartë fillon të marrë formë gjatë ditës. Nëse ruan qetësinë dhe nuk nxitohesh në vendime, dita të sjellë ndjesi stabiliteti dhe besimi në zgjedhjet e tua. Binjakët, kjo ditë sjell nevojën për qartësi mendore dhe fokus. Në punë, është e rëndësishme të mos shpërndahesh në shumë drejtime njëkohësisht, sepse kjo krijon konfuzion. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim të sinqertë dhe shmangje keqkuptimesh. Financiarisht, dita është neutrale, por jo e përshtatshme për vendime të nxituara. Emocionalisht, mendja është aktive dhe kërkon stimulim, por mos e lodh veten me informacione të panevojshme. Një bisedë e shkurtër sjell sqarim dhe ide të reja. Nëse organizon mendimet dhe prioritetet, dita mbyllet me ndjesi qartësie dhe lehtësimi të brendshëm. Gaforja. Ndjeshmëria emocionale është më e theksuar sot dhe kërkon kujdes në reagime. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të mos i marrësh gjërat personalisht, sepse disa sjellje nuk lidhen drejt për drejt me ty në punë. Qetësia dhe përqendrimi ndihmojnë të shmangësh stresin. Financiarisht, dita nuk sjell ndryshime të mëdha, por kërkon maturi. Emocionalisht, ndjen nevojën për siguri dhe mbështetje. Është ditë e mirë për të dëgjuar intuitën, por pa u mbyllur në vetvete. Një reflektim i brendshëm sjell qartësi. Nëse ruan ekuilibrin dhe kujdesesh për veten, dita mbyllet më e lehtë nga sa dukej në fillim. Luani. Fokusi i ditës vendoset te mënyra si po e përdor energjinë personale. Në punë, një situatë kërkon durim dhe jo imponim force, ndaj reagimi i qetë sjell përfitim. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur zgjedh të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por jo e favorshme për shpenzime emocionale. Emocionalisht, ndjen nevojën për vlerësim, por është e rëndësishme ta gjesh edhe brenda vetes. Një bisedë e vogël ndihmon të kuptosh më qartë një qëndrim. Nëse ruan maturinë dhe nuk e vendos veten në qendër të çdo situate, dita mbyllet me ndjesi balancimi dhe qartësie të brendshme. Virgjëresha. Energjia e ditës të fton të organizosh detyrat pa e mbingarkuar veten. Në punë, përqendrimi te detajet është i dobishëm, por shmang analizën e tepruar. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim praktik dhe qartësi, pa supozime të panevojshme. Financiarisht, është ditë e mirë për rregullim dhe planifikim, jo për ndryshime të mëdha. Emocionalisht, lodhja mendore mund të shfaqet nëse merr përgjegjësi që nuk të takojnë. Vendosja e kufive sjell lehtësim. Një reflektim i qetë ndihmon të kuptosh çfarë ka realisht rëndësi. Nëse ruan balancën dhe nuk e kritikon veten pa arsye, dita mbyllet me ndjesi qetësie dhe kontrolli. Peshorja. Tema kryesore e ditës është balanca mes asaj që dëshiron dhe asaj që kërkohet nga ti në punë. Diplomacia dhe qetësia ndihmojnë të shmangësh tensione të panevojshme.
Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti dhe vendosja e kufive të shëndetshëm. Financiarisht, dita është e përshtatshme për rishikim dhe planifikim, por jo për shpenzime impulsive. Emocionalisht, ndjen nevojën për harmoni dhe ambient të qetë. Një vendim i vogël personal sjell lehtësim. Është e rëndësishme të mos shtypësh ndjenjat për të kënaqur të tjerët. Nëse ruan qartësinë dhe ekuilibrin, dita mbyllet me ndjesi stabiliteti dhe paqeje. Akrepi. Intensiteti i brendshëm është më i ndjeshëm sot dhe kërkon vetë kontroll. Në punë, një situatë teston durimin, por reagimi i matur sjell përfitim. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet, por edhe zgjedhje të kujdesshme fjalësh. Financiarisht, dita nuk favorizon rrezikun, por menaxhimin e qëndrueshëm. Emocionalisht, ndjen nevojën për qartësi dhe mbyllje të një çështjeje të vjetër. Një reflektim i thellë ndihmon të çlirohesh nga tensioni. Është e rëndësishme të mos izolohesh, por të ruash distancën e shëndetshme. Nëse zgjedh qetësinë dhe vetë kontrollin, dita mbyllet me ndjesi stabiliteti dhe drejtimi më të qartë. Shigjetari. Kjo ditë sjell nevojën për maturi dhe fokus në zgjedhje konkrete. Në punë, një ide kërkon strukturë dhe verifikim përpara veprimit. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por shmang premtimet e nxituara. Financiarisht, dita kërkon organizim dhe vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla. Emocionalisht, ndjen dëshirën për liri mendore dhe hapësirë. Një informacion i vogël ndihmon të qartësohet një vendim. Është moment i mirë për reflektim dhe vendosje prioritetesh pa presion. Nëse zgjedh qetësinë dhe nuk shpërndahesh në shumë drejtime, dita mbyllet me ndjesi qartësie dhe besimi në hapat e ardhshëm. Bricjapi. Përgjegjësitë kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe vëmendje ndaj detajeve. Në punë, përqendrimi sjell rezultat dhe shmang gabime. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim të drejtë për drejtë dhe më pak distancë emocionale. Financiarisht, dita është e përshtatshme për planifikim dhe rregullim. Emocionalisht, mund të ndjesh presion për të mbajtur gjithçka nën kontroll, ndaj lejo veten të pushojë pak. Një reflektim i qetë ndihmon të sqarosh prioritetet. Nëse menaxhon energjinë me maturi dhe nuk e mbingarkon veten, dita mbyllet më produktive dhe më e lehtë se sa e prisje. Ujori. Mendja është aktive dhe kërkon drejtim të qartë. Në punë, fokusi në një qëllim shmang shpërqendrimet. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti dhe vendosja e kufive. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të vendimeve të nxituara. Emocionalisht, nevoja për hapësirë personale është e fortë. Një ide kreative fillon të marrë formë konkrete. Është moment i mirë për riorganizim të brendshëm dhe reflektim. Nëse zgjedh qetësinë dhe fokusin, dita mbyllet me ndjesi qartësie dhe drejtimi të ri. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita janë të theksuara dhe kërkojnë balans me realitetin. Në punë, qartësia ndihmon të shmangësh vendime emocionale. Marrëdhëniet personale kërkojnë butësi dhe kufi të shëndetshëm. Financiarisht, dita nuk favorizon rrezikun, por menaxhimin e kujdesshëm. Emocionalisht, nevoja për qetësi dhe reflektim është e dukshme. Një mendim i brendshëm sjell lehtësim. Është ditë e mirë për të dëgjuar intuitën pa u shkëputur nga realiteti. Nëse kujdesesh për ekuilibrin emocional, dita mbyllet me ndjesi paqeje dhe stabiliteti. Dita e 6 janarit kërkon qetësi, bashkim dhe zgjedhje të mençura. Mos u nxito. Dëgjo sinjalet e ditës. Komento shenjën tënde. Like nëse të ndihmoi. Abonohu për horoskop ditor. Shpërndaje me dikë që e ndjek astrologjinë.